se pragmatizimi hora, politizmeni hora opposizione pra kuriamas, ku kuvalane pedhia, kultura, afandasi, ku kuvalane eonia kultura. Në një shkrim investigativ, Volt News Pikal herdhit mbi figurën e Vasil Lajos, pronarit e laboratorit Intermedica, tashmë kandidat për deputet në listën e Partisë Socialiste në Saran. Lajo, i përfolur për përfitimet të mëdha gjatë pandemisë, u prezantua si një politikan i ri në emisionin Top Story, meqense është në moshë të tretë. Me deklaratën se vepër nuk e bën për vete po për njerëzit, ai kërkon të hap një kapitull të ri në jetën publike. Por sipas Volt News Pikal, pas këtij imazhi qëndron një shkuar e debatueshme. Gjatë kulmit të pandemisë në vitin 2020, qeveria shqiptare licencoi vetëm 2 laborator privat për kryerjen e testeve PCR për COVID-19, Intermedica dhe Alnet. Këta laborator aplikuan çmime të fryera deri në 95 euro për test, duke shfrytëzuar panikun dhe nevojën e qytetarëve për lëvizje. Pas reagimeve publike, çmimi ul në 65 euro, por sërish beti pa përballueshëm për shumë shqiptar. Investigimi tregon se vetëm Intermedica, sipas deklarimeve të vet Lajos, kryente 500 deri në 600 teste në ditë, duke përfituar nga 47.000 deri në 57.000 euro në ditë. Për 4 muaj të ardhët e tij mund të kenë arritur deri në 85 milion lekë të reja. Shifrat e ngjashme përfitimi raportohen edhe për laboratorin Alnet. Në një kohë kur çmimet në vendet e rajonit dhe në Europë ishin shumë më të ulta, kjo situatë në Shqipëri përfaqëson një skemë përfitimi të pastër mbi shëndetin publik. Sot, një nga përfituesit kryesor të kësaj skeme kërkon besimin e qytetarëve nëpërmjet politikës.